Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi i 29, Sure El Qalem, ajetet nga 26 deri te ajeti 33. Falamma ra'awha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun qala awsatuhum alam aqul lakum lawla tusabbihun qalu subhana rabbina inna kunna zalimin فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Por kur e pan kopshtin ata than, ne qenë kemi vërtet të humbur, madje qenë kemi të privuar nga frutat e kopshtit. Më i arsyeshmi ndërta tha: a nuk ju thashun se duhet ta lartësoni Allahun? Lavdëruar qoftë Zoti ynë. Than: ne pas kemi qenë vërtet të padrejtë. Atëherë filluan të qortojnë njëri tjetrin. Ah, të mjerët ne, than ata, pas kemi qenë vërtet arrogant. Zoti ynë mund të na jap një kopsht më të mirë, po të kthehemi të penduar tek ai. I tillë ka qenë dënimi i tyre, ndërsa dënimi në jetën tjetër është më i madh, veç sikur ta dinin. Komentimi. Përfundimi i dhimbshëm i pronarëve të kopshtit të gjelbër. Këto ajete janë vazhdimi i ndodhive të pronarëve të kopshtit, të treguara në ajetet e kaluara. Pronarët e kopshtit shpresonin të korrnin prodhim të bollshëm. Ata vendosën t'i mlidhnin frutat pa i vënë re të varfrit, ta mbajnë të gjithë prodhimin për veten e tyre dhe të mos lejojnë që asnjë i varfër të përfitonte nga begatit që Allahu u kishte dhuruar. Prandaj u nisën herët në mëngjes. Ata nuk e dinin se natën një rupe e fortë e kishte shkatëruar kopshtin. Kurani thot, por kur e pan kopshtin, ata than, ne qenë kemi vërtet të humbur. Ka mundësi që fjala dallun të nënkuptoj humbjen e rrugës për në kopsht, ashtu siç po huam më lart, por disa komentues mendojnë se mund të jetë përdorur edhe me kuptimin e devijimit nga rruga e drejtë. Kuptimi i parë është më i përshtatshëm. Më pas vazhduan, madje qenë kemi të privuar nga frutat e kopshtit. Ne deshëm që të varfrit dhe të vobektët t'i privojmë nga këto begati, por ne qenë kemi dëmtuar vetë dhe nuk arritëm as ndonjë përfitim material, as përfitim shpirtëror që arrihen përmes dhënies në rrugën e Allahut. Më i arsyeshmi ndërta tha, a nuk ju thashun se duhet ta lartësoni Allahun? A nuk ju thash të kujtoni Allahun me madhërinë e tij, të kini frikë nga kundërshtimi i tij, ta falënderoni atë për begatit që ju ka dhënë dhe të ndani pasurinë tuaj me të varfrit dhe të vobektët, por ju nuk dëgjuat dhe u kathandisët keq. Prej këtij ajeti arrim në përfundimin se midis tyre ishte një njeri besimtar që i këshillonte të mos ishin koprase dorështrënguar, por ai përfaqësonte pakicën, prandaj askush nuk i kushtonte vëmendje, deri pas kësaj ngjarjeje, kur goja e tij u lëshua, logjika e tij fitoi forcë më të madhe dhe kështu ata e pan veten nën presionin e kritikave dhe të qortimeve të tij. Fjala wasatun i mesmi në këtë ajet është përdorur me kuptimin e njeriut që nga pikpamja e intelektit, mendjes dhe diturisë e ka arritur pjekurin. Disa komentues të tjerë këtë fjalë përdorin me kuptimin e personit që është në një moshë të mesme, por ky kuptim nuk qëndron sepse nuk vërehet asnjë lidhje midis moshës dhe deklarimit të një thënieje të tillë. Kjo thënie thuhet nga njerëz inteligjent dhe mendje mprehtë. Si fjalia laula tusabbihun, përse nuk e lartësoni Allahun tuaj, tregon se burimi të gjitha veprave të mira është besimi dhe njohja e Zotit si dhe madhërimi i tij. Disa komentues fjalën madhërimin e kanë interpretuar si falënderimin ndaj begatisë që duhet të shoqërohet me bamirësinë ndaj të vobektëve. Këto dy interpretime nuk e kundërshtojnë njëra tjetrën dhe kuptimi i ajetit i përfshin të dy. Kështu ata për një moment u ndërgjegjësuan, pranuan gabimin e tyre dhe thanë, lavdëruar qoftë Zoti ynë. Thanë, ne pas kemi qenë vërtet të padrejtë. Lartësimi i tyre para pohimit të mëkatit ka mundësi të jetë bërë sepse dëshironin që Allahun ta konsideronin të pastër nga çdo lloj dhune dhe shtypjeje që mund të kishte lidhje me këtë fatkeqësi të madhe që u ndodhi në kopshtin e tyre. Prandaj pohojnë, o Zot, ishim ne ata që i bëm vetes sonë dhe të tjerëve dhunë dhe meritojmë një dënim të tillë të dhimbshëm, kurse vepra juaj ishte e drejtë dhe me vend.
Edhe në disa ajete të tjera në Kuran para pohimit të dhunës dhe të shtypjes vërehet një madhërim i tillë ashtu siç e lexojmë dhe në tregimin e profetit Yunus paqja qoftë mbi të, ku thuhet përkujtoi dhe atë të peshkut Yunusin kur doli i hidhëruar prej popullit dhe mendoi se nuk do t'i vi më puna ngushtë, po në errësira ai tha, nuk ka Zot përveç teje, ti je i pastër, nuk ke të meta, unë i bëra pa drejtësi vetes. Por nuk përfundoi këtu çështja, atëherë filluan të qortojnë njëri tjetrin. Ka mundësi që secili prej tyre gjatë pranimit të gabimit fajin kryesor t'i alinte tjetrit dhe ta qortonte ashpër atë, duke thënë, ti je shkaku kryesor i fatkeqësisë son, në të kundërt nuk do të ishim kaq shumë larg Zotit dhe rrugës së drejtë. Kështu është fati i të gjithë shtypësve dhe zullumqarëve të cilët janë të përfshirë në kthetrat e dënimit hyjnor, sepse krahas pohimit të mëkatit, secili prej tyre përpiqet ta konsiderojë tjetrin si faktorin kryesor të fatkeqësisë së vet. Kjo ndoshta mund të jetë për këtë shkak se në raste të tilla, zakonisht njëri propozon, tjetri e miraton atë, i treti e merr përgjegjësinë e zbatimit të saj, kurse i katërti me heshtjen e tij shfaq pëlqimin e vet, por është më së e qartë që të gjithë janë bashkëpunëtor të krimit dhe të përfshirë në mëkat. Pasi u vunë në dijeni për fatkeqësinë që u kishte kapluar, ngritën zërin dhe thanë, ah të mirët ne, thanë ata, pas kemi qenë vërtet arrogant. Ata në frazën e parë pranuan dhunën, kurse këtu pohojnë padrejtësinë e vet. Në realitet, padrejtësia është një fazë më lart se dhuna, sepse i padrejti ka gjasa të pranojë ligjin, por e shkel atë në ndikimin e epsheve dhe dëshirave vetjake, kurse rebeli, despoti asgjë e pranon ligjin. Ekziston edhe mundësia që dhuna të jetë tregues për padrejtësinë ndaj vetes së vet, kurse padrejtësia të jetë tregues për shkeljen e të drejtave të tjerëve. Duhet të kemi parasysh se arabët kur përballen me ndonjë vështirësi ose kur dëshirojnë të shprehin urrëtitjen apo zemërimin ndaj ndonjë gjëje, disa herë thon wis, herë të tjera thon wih dhe ndonjëherë will. Rasti i parë ka të bëjë me fatkeqësi të lehtë, rasti i dytë me fatkeqësi të rëndë, kurse rasti i tretë me fatkeqësinë më të rëndë. Ky komentim përcjell mesazhin që pronarët e kopshtit i meritonin qortimet më të rënda. Në fund, pas ndërgjegjësimit dhe pohimit pas mëkatit dhe kthimit tek Zoti, ata u kthyen në drejtim të tij, duke thënë Zoti ynë mund të na jap një kopësht më të mirë, po të kthehemi të penduar tek ai. Vallë, me të vërtetë, ky grup u pendua, vërtet rishikuan planet e tyre dhe morën vendim të prerë që në të ardhmen të përfshihen nën mëshirën e Allahut. Vërtet, a do ta falënderonin atë? Apo do t'jenë si shumica e shtypësve, të cilët kur i kaplon ndonjë stuhi e fuqishme për një periudhë të shkurtër vetdijesohen, por sapo përfundon stuhia, vazhdojnë përsëri me programet e tyre. Për këtë çështje mes komentuesve të Kuranit ka diskutime. Nga toni i ajetit në vazhdim, përftohet se pendimi i tyre nuk u pranua sepse kushti i tyre nuk ishte i përbashkët, por në disa transmetime lexojmë se pendimi i tyre ishte i sinqertë dhe me nije të pastër, Allahu u dhuroi atyre një kopësht më të mirë, plot me hardhi të frytshme rrushi. Në ajetin e fundit të diskutimit ton si një përfundim i përgjithshëm dhe mësim për të gjithë, theksohet, i tillë ka qenë dënimi i tyre, ndërsa dënimi në jetën tjetër është më i madh, veç sikur ta dinin. Edhe ju nëse tregoheni arrogant dhe të hutuar për hir të pronës, pasurisë dhe mundësive materiale, nëse ju mposht fryma e monopolit, çdo gjë ta dëshironi vetëm për veten tuaj dhe të privoni të varfrit, nuk do të kishin ndonjë fat më të mirë se ky. Një ditë kopshtin tuaj do ta godas një rrufe e fortë, në ditët tona mund t'ju ndodhin fatkeqësi të tjera, luftra shkatrimtare globale dhe rajonale të cilat shkatrojnë çdo begati. Hulumtim. 1. Krijimi i monopolit, sprove madhe e pasanikëve. Njeriu dashje pa dashje është i dhënë pas pasurisë së kësaj bote. Kjo dëshirë, kur nuk i kalon caqet e normales, nuk është e dënueshme. E rëndësishme është që edhe të varfrit i bëjmë pjesëtar të kësaj pasurie dhe prone. Të mos mjaftohemi vetëm me zbatimin e detyrave të detyrueshme hyjnore, por të tregohemi të kujdesshëm, edhe ndaj gjërave të pëlqyeshme siç është bamirësia për hir të Allahut. Veçanërisht në lidhje me kopshtin dhe bujqësinë, në hadithet islam është urdhëruar që edhe të varfrit i bëjmë pjesë të kësaj pasurie dhe begatie. Kjo sqarohet nga ajeti në fjalë i cili thotë: është ai që ka krijuar kopshte vreshtash, të larta dhe të shtruara, hurma dhe bim, me shije të ndryshme, ullinje, sheg, të ngjashme dhe të ndryshme. Hani frutat e tyre kurdo që të prodhojnë dhe jepni atë që është detyrë në ditën e vjeljes së tyre.
Por mos e teproni se Allahu nuk I do ata që e teprojnë. Të japësh atë pjesë që është obligim është një e drejtë përveç të drejtës së zekatit, pra kur vjelim apo korim produktet, duhet t'u japim nevojtarve një pjesë të saj. Ndodh që nga dashuria për pronën kalohet në ekstrem dhe devijim, pra te I kalohet norma. Në këtë rast, veprimi merr formën e krijimit të monopolit, pra pa pasur nevojë për ndonjë gjë, dëshiron që të tjerët të jenë të privuar nga ajo gjë. Së ndryshe, ai ndjen kënaqësi nga përvetësimi I begative të Allahut dhe kjo është një fatkeqësi e madhe e cila vërehet edhe në ditët tona. Ka shumë shembuj të tillë të ngjashëm në shoqëritë njerëzore, këtë mund ta konsiderojmë si një sëmundje të rrezikshme. Tregimi I ngjarjes me pronarët e kopshtit që u përmend në ajetet më lart është një vizatim I qartë I shpirtit të monopolit të një grupi pasanikësh të cilët I japin dorë njëri tjetrit dhe organizojnë planin se si t'i privojnë të varfrit nga kjo begati hyjnore. Por ndodh shumë shpesh që brenga dhe hidhërimi këtyre të provuarve shndrohet në një rufe të fuqishme dhe u adhje këtë korat e jetesës këtyre pasanikëve monopolist. Ndodh shpesh që këto rufe shfaqen në formën e revolucioneve dhe shohin me sytë e tyre atë që nuk e mendonin. Hidhërimi dhe brenga e tyre ngrihet në qiell. Atëherë ata I drejtohen derës së pendimit dhe të kompensimit të gabimeve të kaluara, por tani është tepër vonë dhe plani I tyre ka dështuar. 2. Marrëdhënia mes mëkatit dhe ndërprerjes së begatisë. Nga ngjarja e lartë përmendur arrim në përfundim se mes mëkatit dhe ndërprerjes së begatisë ekziston një lidhje afërt. Për këtë në një hadith nga Imam Bakiri paqja qoftë mbi të lexojmë, ndonjëherë njeriu pasi ka kryer një mëkat I ndërpritet begatia, më pas Imami këndoi ajetet e lartë përmendura. Pronarët e kopshtit u betuan se në mëngjes herët të vilnin kopshtin dhe të mos lejonin asnjë të varfër të merrte pjesë në vjeljen e kopshtit, por atë natë kur ata ishin në gjumë nga ana e Allahut u dërgua një rufe e fuqishme dhe I gjithë kopshti tyre u shndrua në hi dhe u asgjësua tërësisht. Ibn Abasi në një transmetim ka thënë, marrëdhënia që ekziston mes mëkatit dhe ndërprerjes së begatisë është më e qartë se dielli ashtu siç e ka deklaruar dhe Zoti në këtë sure.